vështirë me thënë, se të mu themi se gatishmërinë e kishin, leta se ishte mundësia. Gjithkushe s'kjarën mënyrën e vetën, për s'kjarën mënyrën time. Unë mendoj që aty kanë faj të gjitha partitë politike se duhet dishka të sakrifikojnë që me pas një shtetë. Do në kanë mujtë me ndimu. Mirë po, mënyra e qasjes së partisë parë VV-s nuk ishte shumë konstruktive. Sepse ti kesh 51%, mirë po, si duket kjo parti dëshiron të kontrolloj të gjitha, të paktën kështu është pasqyru në opinion të gjitha levat e pushtetit. Levat e pushtetit, levat kryesore, ta kontrolloj kryetarin, presidencën e Kosovës, kryetarin e qeverisë, afroj këtë kryetarin e kuvendit, po qofse nuk I ki shumicën në kuvend, kur do që të bëhet kryetari i kuvendit s'ka ndonjë fuqi. Konstituta e Kosovës është ajo që ata duhet jenë të sa personat të pranishëm në sallë që të... Për zgjedhjen e presidentit. Për zgjedhjen e presidentit. Po aja është kush, prandaj po them, ne kam thënë edhe në të takimet tona, kërkohet marrëveshje politike që të dilet nga kjo. Nuk shihet që kryeministri në detyrë ka një gatishmëri të tillë që të bëj kompromis, të gjejë ndonjë zgjidhje, të zgjidhet ndonjë kryetar apartijak, por jo që vjen nga propozimi vetëndosjes, po që vjen nga... Po megjithatë, u hodhi ideja e trashëgimtarëve të Adem Jasharit, po familja e tij me të drejtë nuk kërkon ta përlyejë emrin historik me poste politike. Në këtë situatë të rënduar ajo ishte zgjidhja e vetme. Familja Jashari është pranuar nga gjitha palët, kështu që besoj që në atë rast askush nuk do të kishte as kundërshtimin më të vogël. Mirë po, pajtohem me arsëtimin e ju, nuk kanë dashur rrethana që të shfrytëzohet emri I tyre. Bashkë a kanë drejt, as kanë drejt, nuk do të ndalem në atë aspekt, po ishte vendimi I tyre dhe mendoj që duhet me respektu vendimin që ka marrë familja, që në këtë situatë mos pozicionohen me asnjë parti. Ju keni qenë, më thatë në një bisedë paraprake, që keni qenë 2 muaj më parë në Kosovë, do ktheheni sërish. Si është atmosfera e njerëzve të zakonshëm? Atmosfera është mjaft e polarizuar. Do të thënë, kanë ndiku krerët e partive politike, në veçanti ndoshta dikush më shumë, dikush më pak, s'kisha më dashur të vështirë të matën që të krijohet një pakënaqësi, një ndarje, një polarizim brenda shoqërisë kosovare. Pikërisht që në ato situata si duket kanë plane se mund të menaxhojnë ma lehtë dhe mund të realizojnë interesat e tyre ma lehtë. Kështu që ajo është polarizimi 1. 2. Kosto e jetës, shporta e produkteve bazike është shtrejtuar. Rryma në veçanti ka shku në mënyrë enorme me çmim. Nuk kemi ndonjë investim, premtimet cilat janë dhënë kanë mbetë të pa realizuara. Do nuk shet qytetari ndonjë ndryshim. Ka, e keni cekë edhe ju pajtom, ka një lëvizje pozitive në veri. Mirë po, unë mendoj që aja nuk është e mjaftueshme, aja është veç një pjesë, një segment I qeverisë, qeveria ka dhe shumë detyra tjera. Pa aja që ka pjenë si që duhet me cekë në këtë rast, partitë politike nuk janë të barabarta në këto zgjedhje. Pse kishë më dashur me qenë... Në shkuptim nuk janë barabarta. Për shkak se qeveria në detyrë është të marrë disa hapa ndarje të ndihmave, qoftë studentëve, qoftë pensionistëve, qoftë nenave me fëmijë. Ajo ndodhë në çdo fushat elektorale edhe në Amerikë ndodhë. Unë mendoj që nuk ishë me dashur më ndodhë, se ka ndodhë dhe përpara, edhe në Kosovë, po kanë qenë disi pak ma të kamuflume, pak ma herët jonë, ose kur ka qenë qeveria
e rregullt, kjo qeveri në detyrë, cila dihet me kushtetuti ka, thash edhe pak në fillim, i ka kompetencat e kufizuara. Domethënë, në këtë aspekt edhe kjo do të ketë ndikimin e vet, ose ta themi ndarja e mjetë për agjencionet të aviokompanive të ndryshme për me sjell mërgemtar. Janë, si më duket, nuk kish mu dasht përdoren ato metoda se do të mbetet shkollë. Atër edhe parti tjera do të thirrën, kjo parti ka vepruar në këtë mënyrë, gjë që... Okej, e kuptoj. Ju përmendët mërgjimtarët, ju përmendët, të gjithë ne jemi mërgjimtarë, ju me origjinë nga Kosova, ne nga Shqipëria. A i po i kushtojnë në rëndësi partitë politike mërgatës? Apo e duan thjesht për me plotësu votat? Sinqerisht ta them jo, vetëm kur kanë nevojë. Kjo është shumë e damshme se unë e shoh se mund bjen me lviz rrini pjesë të kohës këtu, një pjesë në Kosovë. Shoh këtu mërgjimtar, qoftë nga Kosova, nga Shqipëria, që nga Malësia, që janë me trup këtu, me mendje, me zemër, në vendlindje. Edhe ta presin që të ketë një situatë më të favorshme ku munden edhe të investojnë, edhe të jetojnë, se janë të lidhur me vendlindjen. Mirë po, atë që partitë politike nuk janë duke bërë, që du ta bëjnë të krijojnë një siguri, se siguria mbi të gjitha. Nuk është njerëzit që jetojnë keq as në Kosovë as në Shqipëri. Prandaj mesatarja kam fjalën, se ka edhe për atyne. Mirë po, mungon siguria, mungon, si tham, siguria prindit për fëmijën. Me këto lëvizje kaq të shpeshta, kaq të paparashikueshme, e tjera, të gjithë e kemi një jetë, edhe të gjithë dëshirojnë që këtë jetë ta kalojnë mënyrë sa më të mirë, edhe normal të gjithë njëjtën gjë dëshirojnë edhe për fëmijët e tyre, dhe si produkti i saj edhe mërgata nuk kthehen, shkojnë vizita, financojnë, bilem Kosova jeton prej mërgatës, prej emitancave, për të mos jenë, po për të kthy vullnetin, zemrën, shpirtin e kanë me Kosovën ose me Shqipërinë, mirë po duhet që të vinë lider të cilët interesin e përgjithshëm do ta vendosin mbi gjitha interesat tjera personale, grupore, partijake, ku diune, çdo natyre. Okej, në anglisht ka një fjalë të shkurtër, if. Në qoftë se. Po, unë mendoj që demokracitë tona janë treja, po ka marrë një ditë që kam i kushtu skanqare pa u kthyer në torrenj. Mirë, po tash për tash, ende me këto inate, me këta militantizëm, ende nuk shiqohet lista kush është. Po shiqohet me Albin Kurti, apo votohet ku diune për Lumir Abdixhikun, apo për Vjos Osmanin, apo ku diune për Aleancën, për PDK-n, domethënë nuk ndalet cil kandidat janë brenda, çfarë përgatitje atyre, çfarë integriteti si politikan, si njerëz, vlerat e tyre, e tjera, pra nuk shiqohen ato. Ju keni votuar? Unë do të shkoj votoj atje. Do votosh atje? Po, se unë të martën nisëm edhe me 7 qershor, kur është dita zgjedhje, do të jem në Kosovë, do të votojmë. Në këtë mes, mirë çfarë bëjnë politikanët, po ne si diasporë, çfarë mund të bëjmë? Dhe kjo është pyetja e fundit. Po me të thënë drejtën, gjithë mund të bëjmë. Se gjërat e mira nuk vinë vetëm nga individ, po vinë kur e krejt diaspora, qytetarët, inteligjenca, kleri fetar, punojnë zbashku dhe ju orientojnë ka progresi, ka mira vendit. Domethënë mund të bëjmë edhe ne shumë, një lëvizje sa do të vogël, unë gjithmonë e them, edhe ka qenë parimi im e njëjtë, metoda qiriut. Qiriu nuk ndriçon këtë ambientin, bën dritë aq sa mundet, edhe ne mund të bëjmë dritë aq sa mundemi. Një telefonat, një ato, një bisedë, po normal që duhet ndëgjohet ma shumë fjala e votuesve atje. Mirë po, fatkeqësisht
votuesi qytetari është i manipulum, është i sulmum prej informatave, dezinformatave, tjera, kështu që është vërtet një gjendje mjaft kaotike sa i përket përcaktimit se përken të votash. Profesor Mariani, ne urojmë të u thoni shëndosh, si i thot, fjalës të hidhni votën tuaj me dëshirën tuaj për të pasur një Kosovë sa më demokratike, që kemi të gjithë ndëruar, sa më realiste, sa më të bazuar në raportet, jo aq interesa politike, por në raporte kombëtare, sepse Kosova është një shtet i ri që ka nevojë të integrohet, që ka nevojë ta detyrojë Serbinë ta njohë atë, edhe me mbështetjen edhe të aleatëve tanë të Shteteve të Bashkuara apo dhe vendeve të Evropës, të besojmë që këto zgjedhje të jenë ju auguri mirë për Kosovën edhe për gjithë shqiptarët këtu. Qëse më lejo vetëm një mesazh përfundimtar, apeloj të gjithë qytetarët, qofshin nga Kosova, qofshin nga diaspora, që dalin në mënyrë masovike të votojnë për njerëzit që janë të dëshmuar, që janë ekspert mirë, që janë lider të mirë, të lihet anash emni i partisë politike, po të orientohen të individët që të ofrojnë ta kemi një kuvend sa më kualitativ dhe që të dalim nga kjo gjendje mjaft e pavolitshme në cilën gjendet Kosova sot. Faleminderit. Faleminderit dhe ju. Dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, në emisionin tonë Argument, sot diskutuam përsëri për zgjedhjet në Kosovë, me që janë në Prag, me profesorin Marian Demaj, ish rektor i Universitetit të Prishtinës. I morëm atij opinionet për zhvillimet më të fundit politike dhe për nevojën që Kosova të ketë një rend politik sa më të stabilizuar, që forcat politike të gjejnë rrugën e dialogut edhe të mirë kuptimit për të mirën e Kosovës, për të ecur përpara shteti i Kosovës në rrugën drejt demokracisë. Mirë takoshim.